Ndërkohë që sesioni i ri parlamentar nis të hënën në 19 janar, Partia Socialiste ka nisur që prej kësaj jave përgatitjet e brendshme për forumet e saj drejtuese. Të njëjtën, sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi thirrri në selin qendrore drejtuesit politik të qarqeve, me pjesëmarrjen e sekretarit zgjedhor Damian Gjiknuri. Takimi kishte në fokus planifikimin e procesit zgjedhor të brendshëm që do të zhvillohet këtë vit, me qëllim rinovimin e të gjitha sfidave dhe forumeve drejtuese të partisë dhe koordinimin e aktiviteteve përkatëse në të gjitha qarqet e vendit. Në kuadër të Kryeministri Edi Rama ka thirrur për të premte mbledhjen informale të qeverisë e cila zhvillohet çdo fillim janari. Në këtë mbledhje, ministrat pritet të raportojnë për aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit të kaluar dhe të paraqesin prioritetin e çdo dikasteri për vitin në vazhdim. Mbledhja që zhvillohet në Pallatin e Brigadave do të nisë në orën 9:30 dhe pritet të zgjasë deri në orët e vona të pasdites, duke ofruar një panoramë të qartë mbi aktivitetin dhe prioritetet qeveritare. Së fundi, me 16 janar, vetëm 3 ditë përpara nisjes së sesionit parlamentar, Kryeministri Rama do takohet me 83 deputetët e grupit parlamentar socialist. Ky takim, ndryshe nga mbledhja e qeverisë që mbahet larg mediave, do të jetë i hapur për gazetarët dhe të ofrojë mundësinë për të vëzhguar strategjinë politike të shumicës. Gjatë takimit, kryeministri dhe kreu i grupit kuvendor pritet të mbajnë fjalime që do të përshëndrohen tek sjellja e deputetëve socialistë në parlament përballë opozitës, e cila ka ndërprerë marrëdhëniet institucionale me shumicën. Përveç kësaj, në fokus do të jenë edhe dy reformat kryesore që nisën në sesionin e vjeshtës: krijimi i dy komisioneve bipartizane për amendimin në ligjin elektoral dhe në hartën e re administrative territoriale. Socialistët synojnë që përmes këtyre takimeve të sigurojnë koordinim të plotë me strukturave qendrore dhe lokale, duke vendosur një linjë të qartë politike dhe strategjike për vitin parlamentar që sapo nis.